Ka nisur përcjellja e haxhilerëve të rajonit të Tetovës, të cilët po udhtojnë drejt vendeve të shenjta për të kryer haxhin. Televizioni Koha ishte i pranishëm nga përcjellja e grupit të parë me haxhilerët e Tetovës, të cilët u nisën gjatë së dielës. Emocionet e papërshkrueshme, përqafime, urata për hax të pranuar dhe dëshira për kthim shëndoshë mirë ishin skenat që dominuan këtë të diel. Detajet e udhësishme të këtij udhtimi u dhanë nga Myftyi i Tetovës. Të gjithë parapregaditjet janë bërë, të gjithë janë në rregull me dokumentacione, me vaksinimin, me të gjitha parapregaditjet që ka nevojë për udhtimin në hax janë në rregull dhe vetë më presëm të realizohen edhe udhtimet dhe të përcjellim të gjitha haxhilerët në Arabinë Saudite. Njetlin tepër të emocionuar falenderonin Zotin fuqiplot që u mundsoi këtë udhtim shpirtëror. S'ka ma gjatë më erë, këtë jetë e kemi pret. Njerë jetë, kjo është që të kryet kjo ibadet prej Zotit, ati që na jatë zëzvan. Me të vërtet, kjo është kënaqësi më e madhe. Edhe kur përshëndetet me familjen, kur përshëndetesh. Inshallah Zoti na bie shëndoshë mirë. Gëzimi më i madh nuk përshkruhet, se një jetë e presi që këtë Allah na mundsoj na thirri, se kjo nuk është me dëshirën tonë, është Allah i kujtja mundson për të shkuar. Jemi shumë të gëzuar. Jemi të përgatitur maksimum, inshallah kemi bërë gati që një muaj jemi të përgatitur bashkëpunim me koordinatorin Semirin, Bashkinë Islame Myftinin. Kemi qenë në kontakt me gjithë haxhilerët dhe inshallah ja kemi sqaruar çdo gjë, kalojmë mirë inshallah. Shumë mirë, më mirë asnjëherë. Unë i kam bu 53 vjet, unë jem që tash ndaj vitin më mirë se gjithë. Para nisjes kemi pak emocione, por ndjehena shumë mirë. Edhe jena të lumtur që Allahi na ka mundësau të shkojmë. Një moment të tepër emocionues që u regjistruan nga kamera e televizionit Koha ishte një familje nga fshati Gurgurnic. Babai përcillte 3 gjemtë e tij për në hax, kurse skenat e përcjelljes ishin tepër emocionuese. Nga rajoni i Tetovës për në vendet e shenjta do të udhtojnë 440 njetlin, bashkë me shoqëruesit e tyre, hoxhallarët, udhëheqësit dhe ekipin mjekësor, shifra mbarin në 460. Nga Myftynia e Tetovës gjatë ditës së sotme ka njoftuar se grupi i parë i haxhilerëve ka mbaritur në Mekë, kurse të gjithë haxhilerët janë shëndoshë mirë.